thonë të pejgamberi Allahut, ai që thot mëngjes 100 herë la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, merri këto e dije, këto dhurata, këto thesara që ka Allahu azza wa jall ja ka thonë, ja ka dhonën, ja ka dhuru të gjithë ata që e shqiptojnë 100 herë në mëngjes, nëse s'mund 100 herë s'paku 10 herë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse thuhen 100 herë, e ke shpërblimin sa me liru dhe të robë. Ne e shofmi gazën ku fmitën fmita gjithë dhe gratë. Allahu azza wa jall ju hakmar qifutëve të cilët e shpallosën ato fitirën e vërtet. Dhe unë shpresoj që këto dit inshallah shumë shpejt Allahu azza wa jall do të realizon premtimin e vetë, dhe unë jam optimist ma shumë këta ditë se kur. Po me gjitha ta, më të dhonë rasti vëlledhë të ndërshëm, mi shpëtuan gratë dhe fëmijë, a i kishe shpëtu? Nanë fëmijë për një ditë ja gjegën doktoreshës, nanë fëmijë për një ditë digjen, ko i vinë të shkromon në spital, këto njerëz e emancipimit e liris, këto njerëz që pretendojnë se ne jenë ata që duhet me udhejt botën, ato që në shesin prallat e drejtësis dhe drejtët njerëzore, pra leo të ndërshëm kejt bota po e shep mjerimin që pëndodh, mirë po mu të dhonë rasti me shpëtu, a kishe hezitu mos mi shpëtu, pra nëse s'ke mundësia që me shku, Allahu ta ka mundësu, që në mëngjes të thuash la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tha e ka shpërblimin si kur 10 fëmijë të Gazës me i pas shpëtu. Dhe qëkëruan 100 dhe qëkëruan tije 100 sevape, qlien 100 makate, dhe jenë në mbrojtjen e Allahut prej mëngjesit dhe në mbrëmje. Nëse thue mbrëmje je i fortifikuar prej shejtanit deri mëngjes. Pra kushan që i ka bon zullum, as kush të ka bon zullum, ne jena zullumqar që e kena bon vetës tonë.